Përshëndetje miqtë e mi, jemi në Ballkan Magazin në Ora News. Unë jam Linda Karadaku. Do të flasim sot me Tom Gashin, avokat nga Kosova. Ka qenë avokat mbrojtës ose pjesë e ekipit të avokatëve mbrojtës për disa prej ish udhëheqësve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Është njëri që njeh shumë mirë ligjin dhe veçanërisht të drejtën ndërkombëtare. Zoti Gashi, përshëndetje. Përshëndetje Linda. Ju falenderoj shumë që jeni me ne sonte në Ballkan Magazin. Është kënaqësi ime. Le të fillojmë drejtë në temë. Pritet të krijohet gjykata speciale, gjykata e posaçme e cila do të merret me krimet e supozuara, krime lufte të kryera nga ish antar apo udhëheqës të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Si e gjykoni ju krimin e një gjykate të tillë? Unë mendoj se kjo formimi i kësaj gjykate tani ma thuja se është punë e kryer, meqenëse se deputetët e Kuvendit Kosovës në legjislacionin e kaluar dikun në prill të vitit kaluar kanë votuar pro formimit të kësaj gjykate dhe deri te kjo situatë e cila është tepër e pafavorshme për vetë shtetin e Kosovës, që do të krijojë tepër dëm në imazhin e shtetit të ri të Kosovës, kemi ardhur për shkak të lëshimeve tona të vetvetes, do thotë ka qenë politika e shqiptarëve të Kosovës, udhëheqësve të cilët nuk kanë qenë në gjendje që të formojnë një gjyqësor të nivelit që të merret edhe me pretendimet që kanë sjellë deri te formimi i kësaj gjykate, që kanë qenë pretendimet e senatorit zvicran Dick Marty, të cilat janë publikuar në vitin 2011. Unë mendoj se tani vetëm janë duke u formuar modalitetet rreth bashkëpunimit me Bashkimin Evropian dhe Kosova ka formuar një ekip të ekspertëve të cilët janë të prirur nga Ministri i Drejtësisë, të cilët janë duke negociuar me Bashkimin Evropian për modalitetet të formimit të kësaj gjykate. Sigurisht që fjalën përfundimtare duhet ta japin prap deputetët e ri të Kuvendit të ri Kosovës, i cili ka filluar punën para disa muajve, 2 apo 3 muajve, dhe gjithçka do të ndodhë jashtë Kosovës, mirë po për Kosovën. Mendoj se është e dëmshme, janë tani specifikat e përcaktuara se dikush e thret gjykatë speciale, ndërsa kosovarët dëshirojnë që kjo të quhet si dhoma të posaçme kinse në kuadër të sistemit juridik të Kosovës, mirë po duhet ta dimë se kjo do të jetë krejtësisht një gjykatë e pavarur, nuk do të ketë fare të bëjë me ligjet e Kosovës. Ata do të formojnë ligje të veta, të cilat do të jenë të njëjta faktikisht sikur copy-paste e gjykatës e Tribunalit Hagës për krimet në ish Jugosllavi, dhe mendojmë se kjo punë thujase është krejtësisht e përfunduar. E vetmja çështje që mund të pengojë në formimin e kësaj gjykate, nëse deputetët e Kuvendit Kosovës nuk votojnë më tepër se 2/3 e deputetëve, që do të duhet jenë mbi 80 deputetë. Faktikisht 81 deputet Kuvendit, atëherë do të shihet se si do të rrjedhë ngjarja. Unë mendoj se ka mund të parandalohet formimi i kësaj gjykate nëse do të kishte vullnet politik që në kuadër të sistemit juridik të Kosovës të formohet një degë posaçme për gjykimin e të gjitha krimeve të luftës që janë kryer në Kosovë, dhe jo që të arrijmë në një situatë tepër të favorshme ku kjo gjykatë faktikisht është një nacionale, do të formohet për të gjykuar vetëm ish pjesëtarët e UÇK-s për pretendimet për krime kinse të kryera gjatë vitit të 1998 deri në vitin 2000, do thotë kemi edhe vepra penale pas përfundimit luftës Kosovë, dhe kemi një pjesë të deputetëve të cilët dëshirojnë që kjo gjykatë të merret edhe me krimin e organizuar dhe me çështje të tjera që kanë ndodhur në Kosovë pas përfundimit luftës. Sido që të jetë, ne kemi në pozitë 2 parti politike që janë PDK dhe LDK, dhe thuja se deputetët e këtyre partive veç kanë marrë qëndrim që shumica prej tyre do të votojnë pro formimit të kësaj gjykate. E qartë, mendoni që ky është një lloj tribunali tjetër që i ngjan atij të Hagës? Unë mendoj se vetëm do të jetë faktikisht thuja se njëjtë, mirë po dëmi është më i madh se në tribunalin e Hagës janë gjykuar të gjithë të akuzuarit nga të gjitha trojet e ish Jugosllavisë, më së tepër mi ka pas të akuzuar serb, pastaj ka pas kroat, pastaj ka pas pjesëtar të Bosnës, bosnjak, dhe numri më i vogël i të akuzuarve ka qenë shqiptarëve të Kosovës, pjesëtar të UÇK-s. Aty janë gjykuar vetëm 2 raste sa i përket shqiptarëve, ka qenë rasti Haradinaj dhe rasti Limaj. Në të 2 rastet kam qenë edhe unë pjesë e ekipeve mbrojtëse, ndërsa tani kemi ekskluzivisht një gjykatë
ndërkombëtare, faktikisht penale ndërkombëtare, që do të merret vetëm me shqiptarët e Kosovës, dhe të gjithë të tjerë do të jenë të huaj gjyqtar, do të jenë të huaj prokuror, dhe shqiptar do të jenë faktikisht të akuzuarit dhe mund të jetë aty këtu ndonjë avokat të cilët ata e përzgjedhin për t'i mbrojtur. A ka pasur? Po. Shumë e damshme për shtetin e Kosovës dhe dami më i madh do të krijohet në opinionin ndërkombëtar, meqense është tepër vështirë dhe thujase e pamundshme që të bindet opinioni ndërkombëtar se kjo është çështje e mirë për Kosovën, edhe pse kemi disa prej politikanëve që deklarojnë se kjo gjykatë përfundimisht do t'i heqë njollat të cilat janë bërë me raportin e Dick Martit. Mirë po edhe ky raport i Dick Martit, derisa ai nuk ka përmendur aty me emra dhe me mbiemra, ka qenë krejtësisht i ignoruar nga politika kosovare. Pastaj kemi pas deklarimet e ish kryeministrit zotit Thaçi, i cili ka deklaruar se do ta padez Dick Martin në gjykata ndërkombëtare. Asgjë nuk është bërë prej saj dhe kemi ardhur në situatë që ne formalisht të kërkojmë thujase vetë krijimin e kësaj gjykate. Pastaj në kuadër të misionit të EULEX-it është formuar një ekip i specializuar i prokurorëve të huaj që kanë punuar kohë më parë dhe në Kosovë dhe lokacioni ka qenë në Bruksel. Pas përfundimit të punës së tyre, ata kanë deklaruar se kanë prova të mjaftueshme për ngritjen e akuzave dhe tani ma të gjithë e përmendin këtu në Kosovë se do të ketë 10 raste, por jo 10 persona. Kështu që unë mendoj se figurativisht do të jetë gjithçka e njëjtë si Tribunali i Hagës dhe gjasat janë tepër të mëdha që vendndodhja, selia kryesore e kësaj gjykate speciale do të jetë njëjtë në Hagë për shkak të infrastrukturës që i kanë ata atje dhe do të duhet vetëm çështje teknike të delegimit të sovranitetit, faktikisht pjesë të pjesshëm të Kosovës. Me këtë do të merret gjykata kushtetuese nëse dikush mendon se kjo nuk është ligjore, mirë po edhe aty është bërë një qark i mbyllur, ku edhe në gjykatën kushtetuese, nëse do të vije deri tek ajo, do të jenë vetëm gjyqtarë ndërkombëtar. Unë mendoj se është e damshme dhe është çështje e deputetëve se a do ta votojnë apo jo. E qartë, kush mendoni se do të jetë në listën e ish ushtarëve, antarëve, udhëheqësve të UÇK-s që do të gjykohen? Kemi spaku dy situata. Një situatë është ajo që është folur gjithmonë se do të jenë hierarhia thyese më e lartë e ish ushtrisë qytetarë të Kosovës, sigurisht që emrat nuk janë publikuar dhe nuk mund publikohen dhe unë besoj se ata nuk do të bëhen publik derisa aktakuza nuk ngritet në këtë gjykatë speciale. Meqense prokurorët kanë deklaruar, prokurorët e huaj, se aktakuzat i kanë të gatshme, por nuk kanë gjykatë ku do t'i drejtojnë ato, ku do t'i dërgojnë ato, dhe do dihet se kjo gjykatë do t'jetë jashtë territorit Republikës Kosovës. Ndërsa nëse kihet parasysh se flitet edhe për mandat që do të ketë kjo gjykatë pas përfundimit luftës, atëherë thuja se gjithçka vije në dilema, ne nuk mund të flasim, askush nuk mund të flet me emra të përveçshëm, sepse ata nuk dihen, mirë po thënë ashtu siç kanë deklaruar prokurorët e kësaj gjykate, prokurorët e huaj, do të jetë hierarkia më e lartë e ish UÇK-s një prej mundësive që do të ngriten akuza kundër tyre. Do të thonë nuk ka emra konkrete akoma? Jo, nuk ka emra konkret prej askujt dhe unë besoj që nuk do të ketë, dhe mendoj se kjo do të vepron njëjtë sikur Tribunali i Hagës, që ata fillimisht e arrestojnë diken, pastaj ja lexojnë aktakuzën dhe pastaj publikohet. Pastaj publikohet del në publik. Sepse nuk ka logjik që dikush përmendet me emra dhe me mbiemra, pastaj janë mundësitë e largimit nga Kosova, kështu që si preventiv unë mendoj se s'pari do të arrestohen, pastaj do të publikohen emrat. Zoti Gashi, a përputhet krijimi i gjykatës speciale me ligjet e Kosovës? Jo. As pak, kjo është vetëm tentativa e një mashtrimi që është duke ju shitur apo duke ju dhënë popullatës Kosovës nga vetë udhëheqësit e Kosovës, një pjesë e tyre, jo të gjithë, sigurisht, që kënë se do të veprojë kjo gjykatë në bazë të ligjeve, në bazë të kodit penal dhe kodit procedurës penale të Kosovës. Kjo asë nuk është e vërtet, ata do të formojnë ligje të veta që janë ekskluzivisht do të vlenë vetëm për atë gjykatë, dhe asgjë nuk ka të bëjë me ligjet e Kosovës. Sigurisht që institucionet juridike, policia dhe prokuroria e Kosovës do të jenë të obliguara në rast se do të ketë kërkesa nga gjykata apo prokuroria speciale që të kryejnë veprime të caktuara, që unë besoj që do të jenë tepër teknike, meqense thuja se askush nuk i beson sistemit juridik të Kosovës, sistemit vendor të Kosovës,
dhe këta nuk do të kenë kurfar roli aktiv në punën e kësaj gjykate speciale. Do thotë ligjet nuk do të jenë Kosovës, do të jenë ligje specifike vetëm për atë gjykatë dhe do të jenë vetëm disa prej veprave më të rënda penale sipas të drejtës ndërkombëtare që do të gjykohen në atë gjykatë. Nëse mandati zgjerohet që kjo eventualisht kjo gjykatë merret me çështje penale të ndodhura pas luftës, atëherë është çështje krejtësisht tjetër. Periudha kohore është prej 1 janar të vitit 1998 deri me 31 dhjetor të vitit 2000. Sido që ta marrësh, do thotë dihet kur ka përfunduar lufta në Kosovë, apo 12 qershori vitit 1999, mirë po kemi pas disa muaj, 3 muaj, 3 muaj kemi pas Kosovë ku faktikisht ushtria qeverimtare e Kosovës ka vepruar lirshëm në bashkëpunim me forcat e NATO-s, derisa ka ardhur deri te demobilizimi i UÇK-s, atëherë kur ish UÇK-ja është transferuar në trupa mbrojtëse të Kosovës. Do thotë është deri ka fundin ndoshta i vitit 1999, mirë po pjesa e vitit 2000 është ende pa shpjegueshme se aty definitivisht nuk mund të hyjnë vepra penale që kanë të bëjnë me pretendime për krime të luftës, por ndoshta kjo gjykatë do të pranojë edhe disa raste që janë raste të profilit të lartë që nuk kanë të bëjnë me periudhën kohore të luftës. A keni dijeni ju se për çfarë lloj krimesh bëhet fjalë? A bëhet fjalë për krime kundër serbëve, kundër shqiptarëve, kundër të tjerëve? Në draft ligjin i cili është publikuar në mediat e Kosovës, është thënë se çdo vepër penale që ka të bëjë me periudhën e luftës, nëse veprimet kanë filluar në Kosovë, por eventualisht kanë mund të përfundojnë dikun tjetër, që do të thotë tani veç e shohmi hapta se juridikisht do të jetë kompetente kjo gjykatë të hetoj dhe të gjykoj veprime të ndaluara sipas konventave ndërkombëtare që eventualisht kanë mund të ndodhin edhe në Shqipëri, do të dihet që është ajo shtëpia e verë për cilën janë kryer hetimet edhe në vetë tribunalin e Hagës, por nuk është gjetë asgjë, dhe këto janë njëherë për njerë është thënë që do të merren vetëm me vepra penale ekskluzive që kanë të bëjnë me raportin e senatorit Dick Marty, por periudha kohore për cilën flitet ende është e paqartë. Do thotë viti 2000 nuk ka të bëjë me luftë në Kosovë sepse nuk ka pas luftë në vitin 2000 këtu. Zoti Gashi, a do të angazhojni ju përsëri në mbrojtjen e kushdo që do të akuzohet në këtë listë të re? Po, ne tani veç jemi një ekip edhe i avokatëve të huaj, ashtu siç kemi qenë edhe në tribunalin e Hagës, duke punuar në rastin për krimet luftës ku janë një pjesë e ish-komandantëve të ushtrisë qeverimtare të Kosovës nga regioni i Drenicës, dhe ky gjykim është më tepër se 2 vite që është duke vazhduar. Ne jemi një ekip mix kosovar dhe ndërkombëtar, shumica e tyre janë amerikanë. Sigurisht që nëse klientët pretendojnë se mund t'ju ofrojmë shërbime kvalitative juridike, unë dhe ekipi e mbrojtës jemi të gatshëm që shërbimet tona më të mira t'i vëmë në dispozicion të tyre. Zoti Gashi, a mendoni që ekziston mundësia, siç ka ndodhur dhe në rastet e deritashme të gjykuara nga Tribunali i Hagës, ku ish udhëheqës të ushtrisë qeverimtare të Kosovës dolën të pafajshëm, u liruan, do me thënë nuk pati prova kundër tyre. Mendoni që mund të ndodhe njëjta gjë edhe me këtë gjykatë të re? Ne nuk mund të themi asgjë ma konkrete për ta ruajtur kredibilitetin tim, faktikisht pa se kush do të jetë i akuzuar dhe çfarë prova prokuroria e kësaj gjykate speciale do të sjellë. Me siguri që nuk është e ndershme dhe nuk është normale themi që të deklarohemi se nuk do të ketë prova për shkak se ne provat nuk e dim çfarë janë ende. Ne shpresojmë se secili që do të jetë i akuzuar atje do të ketë të drejtë të zgjedh avokat më kvalitativ për t'i ofruar shërbimet e tyre dhe pasi që lënë të bëhen publike apo spaku pasi që ne eventualisht t'i marrim si ekip mbrojtës mund të deklarohemi se ka apo nuk ka prova dhe sa është besueshmëria e tyre. Por kështu në blanko për deklaruar se nuk ka asnjë fakt, ne nuk mund të themi derisa nuk kemi shkresat e landës. Sigurisht që nuk është e lehtë për dikën që të përballet me akuzat të tilla, meqense dhe dënimet janë të parapara deri në burgim të përjetshëm, që do thotë dikuj mund t'i ndodhë që të shkojë në këtë gjykatë speciale dhe themi kushtimisht mos kthehet më në Kosovë për shkak të moshës eventuale që tani ish pjesëtarët e UÇK-s dikun janë moshës rreth
40 apo 50 vjeçar, udhëheci po menoj, dhe është çështje që Kosova ende nuk I ka vendosur se a do të ndaj fonde për ekipe mbrojtës për persona që do të jenë të akuzuar. Kjo është çështje politikës, mirë po ne jemi avokat privat, punojmë vetëm për klientët që na angazhojnë dhe njëherë për njerë nuk mund të themi asgjë më tepër. Okej. Zoti Gashi, pse u shkua deri këtu? Pse u arrit deri te krijimi një gjykate të tillë speciale? Pse nuk u bë brenda Kosovës si pjesë e gjyqësorit të Kosovës, që të hetoheshin, të shihej nëse kishte prova apo jo, dhe të mbyllej kjo çështje nga vetë autoritetet e Kosovës, nga vetë sistemi I Kosovës? Ku ishte problemi? Problemi është gjithmonë tek vullneti politik apo tek politikanë tanë të nivelit të lartë, të cilët nuk e kanë kuptuar peshën e raportit të senatorit zvicran Dick Marty. Me siguri që është marrë, njëherë nuk është marrë serioze, ai raportim, me qenë se aty kanë qenë edhe deklarata për se transplantimin e organeve njerëzore, gjë që askush nuk I ka besuar dhe nuk I beson për shumë arsye për mos t'ju lodhur tash në emisionin e juaj, sepse për këtë është folur gjëre gjatë. Ideja ka qenë që nëse Carla Del Ponte në cilësinë e prokurores së Tribunalit të Hagës nuk ka mund të vërtetoj ato pretendime, sepse është hetuar. Do të thotë rasti është hetuar dhe janë bërë hetime nga hetuesit e Tribunalit të Hagës dhe në territorin e Shqipërisë në atë shtëpinë e famshme të quajtur Shtëpia e Verdhë dhe nuk është gjetur asgjë bindse, por nuk është gjetur asgjë për të ngritur një akt akuz. Kjo është thënë në dokumentet zyrtare të Tribunalit të Hagës. Me qenë se Dick Marty është thirrur edhe në librin dhe në hetimet e Carla Del Pontes, politikanët kosovar, shqiptar kanë menduar se nuk ka kurfar fakte dhe kanë injoruar tërësisht idenë e formimit të një dege të gjykatave të Kosovës që do të merret ekskluzivisht me krime të luftës apo me pretendimet e Dick Martyt, apo që të formohet një gjykatë speciale, sepse Kosovën askush nuk e ka ndalur, posaçërisht pas shpalljes së pavarësisë me 17 shkurt vitit 2008, që të formojë gjykatë specializuar e cila do të merrej me pretendimet e krimeve të luftës të gjitha palëve. Që do thotë këtu kemi të vrarë rreth 15.000 civil, më tepër se 90% të tyre janë shqiptarë dhe dikush I ka vrarë ata që dihet që janë forcat okupuese serbe, forcat ushtarake, paramilitare dhe policia serbe. Dhe atëherë kjo gjykatë do të ishte kompetente për të gjithë, edhe për pjesëtarët e UÇK-s. Mirë po, ne duket që nuk kemi një traditë shtetërore dhe kjo është lënë në neglizhencë derisa faktori ndërkombëtar, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke e parë neglizhencën e institucioneve të Kosovës, duke pretenduar se ka dhe friksim të dëshmitarëve, duke pretenduar se Kosova nuk është vend I sigurt për të mbajtur gjykime të atij niveli, kanë vendosur që ta themelojnë një gjykatë të tillë që ka karakterin ndërkombëtar dhe që selia do të jetë jashtë Kosovës. Unë kam deklaruar në disa mediume që nuk ka qenë problemi I sigurisë së gjyqtarëve dhe prokurorëve, por edhe I dëshmitarëve, sepse ne kemi kampin Bond Still, nëse dikush veç ka dashur në atë formë punoj, e cili është një kamp ushtarak amerikan tepër I madh dhe ku ka hapësirat mjaftueshme që nëse do duhet formojë edhe në kuadër të atij kampi një ndërtesë të imi kështu e gjykatës së specializuar, por do të ishte në territorin e Republikës Kosovës. Askush nuk I ka marrë serioze këto deri vitin e kaluar, kur faktikisht është votuar pro formimit të kësaj gjykate dhe mendoj se një pjesë e politikanëve të cilët kanë qenë janë deklaruar haptas për formimin e kësaj gjykate, ndoshta kanë edhe premtime gojore, sigurisht prej të huajve se ata në vetë nuk do të jenë të akuzuar, gjë që unë nuk mendoj se mund të jetë ashtu. Ju e dini që edhe në rastin e serbëve të akuzuar për gjenocid, për rastin e Bosnjës, të Srebrenicës, udhëheqësi politik I tyre Karadziç është deklaruar se kinse Shtetet e Bashkuara të Amerikës, negociatori amerikan I ka dhënë atij një imunitet për ndjekje penale, mirëpo gjykata ka deklaruar se ajo është e pamundshme, se askush nuk mund të jep imunitet dikujt për krime të luftës dhe për gjenocid, dhe edhe sikur të ishte ashtu, do thotë sikur të kishte premtime gojore, ato gjykata nuk I merr parasysh. Është lëshim I politikës kosovare, është lëshim tepër I madh që do ta dëmtoj Kosovën, sepse kishte me qenë krejtësisht ndryshe nëse bota e civilizuar do ta shihte se Kosova me vetë iniciativë, pasi që është bërë shtet I pavarur, shtet demokratik,
që ka formu një gjykat në territorin e vetë për hetimin e gjitha krimeve, qofshin sërbe, qofshin shqiptare, do thotë akter qofshin sërb apo akter të shqiptar, me qenë se ne e dim kush ka qenë agresor dhe e dim kush dihet mëtërisht. E qartë. Është që sulmet e NATO-s kanë deklaruar se çfarë krimesh ka kryer Serbia në Kosovë, por tash opinioni ndërkombëtar do të ishte të akuzuar vetëm shqiptar. Është shumë e dëmshme. E qartë. Zoti Gashi, ju falenderoj shumë për këtë intervistë dhe për të gjitha informacionet e detajuara që na dhat. Ju falenderoj. Unë jam Linda Karadaku, ju vazhdoni të qëndroni me programet e Ora News, nga unë miru pafshim.